Përmende Ermande edhe çmimin në një çmim i lartë që na lën të kuptojnë se vetëm ata të cilët kanë shumë para mund të shkojnë. Megjithatë, përtej kësaj, a duhet të ekzistojë ndoshta edhe një trajnim i veçantë apo kushdo që ka para mund të, pra që ta mbuloj këtë kosto mund të shkojë? Patjetër është logjikshme ajo, sepse përpara se të largohesh pikërisht pra nga fusha elektromagnetike e tokës, pra që ne e themi shqip fusha tërheqëse, pra forca tërheqëse e tokës, sigurisht pikërisht pra është një impakt më vete. Është trajnimi, mendoj që është shumë i kushtueshëm, sepse edhe astronautët e ekipet, domethënë të cilët dërgohen në hapësirë, sigurisht që bëjnë një lloj trajnimi shumë intensiv, domethënë sepse është një dimension tjetër, mungesa e gravitetit e të tjerë. Kështu që përpara se ishte një eksperiencë ngjashme me ato që ndodhi me Bezosin, e famshëm që dërgoi 3-4 vajza dhe Katy Perry bashkë me dashurin që e kemi përmendur edhe ne, por i dërgoi jashtë orbitës tokës. Thjesht mendoj pikërisht që kjo është një promovim shumë i mirë. Pra nga turizmi global që kemi, të kalojmë në turizmin intraplanetar, pra turizmin kozmik. Është diçka shumë e bukur, por sigurisht ky është një startup shumë interesant që për të realizuar mendoj që do realizohet, por që ka varet të kostot e tjera, siç e përmendëm edhe ne, është kosta e trajnimit, kosta e ndërtimit të kushteve apo për një qëndrim afat shkurtër, aparaturat specifike që mund përdoren, sigurisht do ekzistojë edhe komunikimi IT midis hotelit edhe tokës, me qendrat, domethënë e komunikimit. Pra është diçka që po përpara se ndërtohet hoteli, do ndërtohet edhe një facilitet mjekësor, për shembull një qendër shëndetësore apo një klinikë shëndetësore për raste që mund të ndodhin emergjente. Pra ka kosta goxha të madhe. Në anën tjetër e përmend edhe koston për